Ali Berisha komplekson një njeri në Shqipëri dhe ky quhet Edi Rama. Por po dhe ty bashkë me të. Po jo, unë jam njeriu vetes time. Po me Enizër me Cinizër, unë s'dasha të bëj pyetje. I vetmi njeri që kompleksohet nga Sali Berisha në Shqipëri është Edi Rama. Po, shumë mirë. Me që është e vërtetë. Tani, në vendin e ambasadorit Lu, deri në vitin 63-64, qytetar me ngjyrë nuk lejoshin të uleshin në pjesë caktuara të transportit urban. Nuk lejoshin të futeshin në lokale. Ka shumë rëndësi, sepse ishin ligje legjitime dhe të ligjshme, por nuk ishin ligje të drejta, ishin diskriminuese, ishin çnjerëzore dhe u shkallmuan, ja tua themun, u shkallmuan nga lëvizja për drejta civile. Çfarë është legjitime po jo e drejtë në Shqipëri? Edhe procesi i skllavërisë, që është shumë më larg. Ishte i ligjshëm dhe legjitim, po ishte çnjerëzor. Këtu sigurisht mund tentohet dhe do të dështoj një proces zgjedhor pa opozitën. Po një proces zgjedhor pa opozitën e kthen Shqipërinë 27 vite pas, në një vend ku nuk përfaqësohen. Një proces që opozita vetë nuk po shkon të paraqitet, zoti Basha. Kjo është e rëndësishme. Dhe kryeministri nuk po shkon paraqitet. Që ne do vazhdojmë zgjedhje ka parti tjera opozitare që janë regjistruar dhe do të bëjnë opozitë në parlament. Ato shpikjen e opozitës nuk e bën dot ai, se bëri dot Rami Zalia. Ja përgjigje, baton. Lutem, bëri përgjigje, ta bëjmë një marrëveshje. Marrë përgjigjen, se është pyetje interesante kjo. Ne jemi para një zgjedhje fundamentale si Parti Demokratike. Dhe kjo zgjedhje është të marrim pjesë në një proces fars zgjedhor, i cili është i paracaktuar nga krimi, droga dhe parat e korrupsionit, dhe shteti i bërë njësh me partinë, apo të luftojmë për votën e lirë. Ne kemi bërë zgjedhjen tonë bashkë me një shumicë shqiptarësh të bashkuar për votën e lirë. Çdo përpjekje për të imponuar shqiptarëve votime që nuk mund të jenë zgjedhje. Është unikale 27 vjet kjo që po bëni, zoti Basha. Sikund është unikale gjendja ku ndodhet Shqipëria. Po ka qenë në 97-ën një gjendje më të rëndë dhe partitë duke kanë bojkotuar zgjedhjet. Absolutisht, në 97-ën nuk e pasur trafikant kandidat për deputet, nuk e pasur trafikant dhe kriminal kryetar bashkisht, si ke pasur në rrugë. Si ke pasur në rrugë me bandat. Po si ke pasur në parlament, as kriminalët, as trafikantët, as baronët e drogës, nuk e ke pasur kryetar bashkish, dhe nuk e ke pasur Shqipërinë në 97-ën të mbjellur me drogë si sot. Nuk e ke pasur Shqipërinë të mbjellur me drogë si sot. A ka mundësi që ta bëjmë? Nëse ka një arritje, ndërmjetësimi europian i ditës martë, nëse ka një arritje, e mbarova, ndërmjetësimi europian i ditës martë është që ka njohur rrezikun që i kanoset zgjedhjeve nga krimi në pushtet dhe nga droga, dhe ka nisur procesin e ndërmjetësimit për të arritur një zgjedhje. Po tishtë ashtu do këshin qenë deklaratat më drejt për drejtat ndërkombëtare. Deklaratat janë drejt për drejtat, ti mos bëj konfuzionet gabuara, se i gabuar. Se jam i gabuar, po ishte zëvendës kancelari Gjerman ministri jashtëm. Ishte zëvendës kancelari ministri jashtëm i Gjermanisë. Deklarat Mjerane. Mjerane, zëvendës kancelari Gjerman. Ai që nuk shikon drogën, tonelatat e drogës, ai që nuk shikon kriminalet në pushtet, i inkurajon më shumë drogë, më shumë kriminal, ndërshkon Shqipërinë, ndërshkon dhe Gjermaninë. Që tashmë ka 100.000 azilant, dhe në qoftë se Shqipëri nuk rivendoset shpresa për mundësi të barabarta për qytetarët përmes zgjedhjeve të lira të ndershme, atëherë Shqipëria do të ketë 2 probleme, por dhe Gjermania do të ketë problemet e saj. Po, baton. Mirë.